Jemi live në mëngjes në këtë transmetim të drejt për drejt, ku do të fokusohemi tek sistemi i burgjeve, por i parë në një këndvështrim tjetër, sepse tashmë ka analiza dhe kontrollet cilat kanë ardhur nga avokati i popullit dhe që kanë nxjerrë në pa disa problematika që lidhen me sistemin e burgjeve, për cilin në fakt edhe gjatë periudhës së fundit kemi folur gjerësisht. Por ndalemi konkretisht, shohim edhe pse po parashikohet ndoshta mbyllja e 5 burgjeve, nisur edhe nga këto analiza që janë bërë sistemit, do të jemi me komisionerin pranë këtij institucioni Besnik Deda, i cili do të na japë më shumë detaje. Faleminderit shumë që jeni këtu, është kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi. Mirëmëngjes zoti Deda. Ka patur një sër inspektimesh që janë bërë gjatë vitit kaluar në këto institucione të vuajtjes dënimit. Unë bëra në mënyrë të përmbledhur, besoj thash fare pak nga ajo çfarë ju realisht keni patur mundësinë të shihni çfarë ndodh në sistemin e burgjeve. Çfarë mund të themi më shumë? Raporti i avokatit të popullit është mbi gjendjen e drejtave të njerëzit në Shqipëri, është një detyrim kushtetues dhe ligjor. Në ndryshim nga vitet e kaluara, kur raporti pasi miratohej nga avokati i popullit, dërgoi për diskutim në Kuvendin e Shqipërisë, i cili nështrohej një diskutimi në komisionet parlamentare dhe më tej një seancë plenare, në muajin dhjetor të vitit të kaluar është bërë një ndryshim ligjor, që do të thotë që avokati i popullit pasi e miraton raportin e tij vjetor, e publikon në faqen e tij dhe mëtej e dërgon për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo është një risi, do të thoshja unë, për arsye sepse na jep mundësinë për të bërë debat me publikun, por edhe në media, rreth gjithë atyre çështjeve dhe problematikave lidhur me drejtat e njerëzit në Shqipëri, por njëkohësisht e ka parafruar legjislacionin e avokatit të popullit me legjislacionin e institucioneve homologe ndërkombëtare për drejtat e njerëzit. Për të ardhur te pyetja juaj konkrete, ne kemi dy struktura brenda avokatit të popullit. Është mekanizmi kombëtar për parandalimit të torturës, është dhe një seksion i veçantë që trajton ankesat e të burgosurve. Nga analiza e të gjithë këtyre gjetjeve që kemi bërë gjatë vitit 2025, kemi dalë në disa konkluzione kryesore, të cilat lidhen me mbipopullimin, me infrastrukturën e amortizuar të këtyre institucioneve, me mungesën e specialistëve, kryesisht mjek, por edhe psikosocial, me nevojën për të patur më shumë aktivitete të larmishme dhe me programe të specifikuara sipas kategorive që janë të burgosur që vuajnë dënimin në këto institucione, mungesa aksesi të shërbimit shëndetësor, dhe kjo është një gjetje tjetër nga avokati i popullit, si dhe kushtet jo të përshtatshme materiale për një jetesë normale. Dhe këtu i referohemi të cilave burgje konkretisht? Në raport përmenden 5 instituciona. Është ai i Burrelit, është institucioni 302 Minepeza, është Jordan Misja, është Kosova e Lushnjës, është dhe Kuksi. Përse këto 5 institucione, ne në vite kemi bërë një analizë të gjendjes të trajtimit dhe të respektimit drejtave të njerëzit brenda këtyre institucioneve. Por po kështu kemi bërë një analizë edhe të gjendjes infrastrukturore në cilat këto institucione ndodhen. Së pari, një institucion i vuajtjes së dënimit duhet plotësojë disa parametra teknik dhe jetësor. Parametrat teknik lidhen me sipërfaqen që duhet të ketë çdo person që vuan dënimin, me kurbaturën, me plotësimin e të gjitha nevojave për një mbajtjen e një higjiene personale, me klasat ku ai duhet të marrë trajtimin psikosocial apo të zhvillojnë aktivitete të ndryshme brenda këtyre ambienteve, me klasat që duhet të kenë për arsimim, pasi brenda institucioneve të këtyre vuajtjes dënimit është i detyrueshëm arsimi 9 vjeçar. Duhet të ketë klasa gjithashtu ose ambiente për zhvillimin e aktivitete rekreative apo të këtyre kurseve profesionale që ne i quajmë. Dhe nëse këto 5 burgje që thoni nuk i ofrojnë. Pra, këto janë parametra teknik. Ka dhe parametra të cilët janë jetësor, të cilët lidhen me ajrimin, lidhen me aktivitetet kulturore, sportive, që duhet të zhvillojnë kjo kategori e këtyre të burgosurve dhe në kompleksitetin e gjithë këtyre analizave që ne kemi zhvilluar, këto institucione nuk i plotësojnë këto parametra. Ka dhe një arsye tjetër.
amortizimi i rënduar i këtyre godinave që ndodhen brenda këtyre ambienteve. Ju rikujtoj që 2 prej këtyre institucioneve i përkasin kohës së monarkisë kur janë ndërtuar. Pra Burrelli dhe Mine Pesa janë ndërtuar që vitet 1930. Ndërhyrje janë bërë ndër vite, por ato ndërhyrje nuk e kanë dhënë rezultatin e duhur që ato të plotësojnë ato kushtet. Krejt pritur rezultojnë që t'jenë në mes vllojsheve të banimit. Dhe 3 të tjerat janë ndërtuar gjatë kohës së sistemit para 90, sistemit komunist. Pra, nuk bëj fjalë për këtë zhvillim që kanë marrë të drejtat e të burgosëve në këto momente. Ambientet janë të vogla, ka mungesa të këtyre ambienteve të tjera ndihmëse, rekreative, apo për zhvillimin e aktivitetesh. Dhe në tërësinë e tyre, ne kemi vendosur që kemi rekomanduar mbylljen e këtyre 5 burgjeve. E qartë, dhe kjo mbyllje duhet të shoqërohet gjithashtu edhe me një faktor tjetër të rëndësishëm. Tashmë sistemi penitenciar duhet i përgjigjet hartës së re gjyqësore, e cila ka shkurtuar gjykatat, prokurorit në përrethet të ndryshme, është përqendruar gjykata e apelit vetëm në Tiranë, ndaj është e rëndësishme që edhe ky sistem të përgjigjet në mënyrë efektive kësaj harte gjyqësore, e cila tashmë është bërë fakt. Me qëse ne kemi edhe në titull 5 burgje duhet të mbyllen dhe që do doja të sqaronim pak edhe për shikues. Dhe ajo që në fakt më lindi si pyetje me njërë sa po e pash rekomandimin, duke e lidhur edhe me të dhënat tjera që ju i keni iniciuar, që flet për mbi popullimin që e përmendët pak më parë. Burgun e Lezhës konkretisht rezulton që ishin mbi 65% të kapacitetit, apo jo. Duke mbyllur këto burgje, për cilat kushtet nuk janë, me sa duket, sa mund vështirësohet, le të themi, edhe shpërndarja të burgosurve më pas që duket sikur do të krijojë një mbipopullim tjetër. Mbipopullimi nuk është thjesht një statistik. Imagjinoni që në një ambient ku duhet të rrinë 2 të burgosur, ka 4 ose më shumë të burgosur. Po. Pra kjo nga pikpamja e jetesës e vështirëson gjendjen e këtyre të burgosurve. Higjiena gjithashtu bëhet më e vështirë për të mbajtur nga këta persona. Aksesi për të marrë shërbim shëndetësor vështirësohet, po ashtu ushqimi dhe të gjitha të drejtat e tjera të garantuara nga ligji. E thënë kjo, dënimi kthehet, pra e rëndon të burgosur në këtë gjendje që të mbipopullimit. Pra jo e rehabiliton atë. Ju përmendët Lezhën si një nga institucionet e cili ka numrin më të madh të mbipopullimit. Institucioni i Lezhës është një institucion i vetëm në sistemin penitenciar ku trajtohen personat me mas mjekësore, shtrim të detyruar ose dhe mjekim të detyruar. Pra gjykata ka vlerësuar që këta persona kanë kryer veprën penale, kanë qenë në kushtet e rënduar të shëndetit mendor. Dhe ata duhet të nështrohen këtij shtrimi të detyruar dhe marrjes së mjekimit nga ana e personelit shëndetësor. Duke qenë se është i vetmi, numri këtyre personave ka ardhur duke u rritur. Si rezultati i punës këmbgulëse të avokatit të popullit, dikur ka qenë institucioni i Zaharis, i cili i trajtonte këta persona. U mbyllej institucion dhe është krijuar në shënkoll të Lezhës. Janë përshtatur 2 prej godinave, sa të janë disa godina, po 2 prej godina janë përshtatur për trajtimin e këtyre personave, po kapaciteti i tyre është për 200 veta, maksimumi 200. Aktualisht janë 420-450 veta, të cilët vuajnë dënimin në këtë institucion, sepse është i vetmi. Çka do të thotë duhet më tepër staf shtesë në këtë rast? Kjo është mbipopullimi, por organika është e tillë që ai përgjigjet për 200, ato janë 450 apo më tepër. Dhe ka nevojë për shtim stafi, ka nevojë për specialist, mjek specialist, sepse ata kërkojnë trajtime të specializuara, nuk kërkojnë një mjek të përgjithshëm për trajtimin e tyre. Medikamentet apo analizat që duhet të bëhen këtyre personave duhet të jenë më të specializuara. Do të thotë kjo që ata nuk janë trajtuar sipas standardeve të kërkuara në momentin që kanë shfaqur probleme shëndetësore, apo jo? Është për të vlerësuar puna e gjithë stafit të këtij institucioni, por prapë ngelet për të bërë. Ka punë akoma për të bërë. Ky institucion
efektivisht është në varësinë e Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. Por që prej vitit 2012, ky institucion duhet të kalojë me ligj në menaxhim të Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme të Burgjeve duhet të kenë vetëm ruajtjen fizike të këtij institucioni. Ky kalim akoma nuk ka kaluar. Ka memorandume, ka marrëveshje bashkëpunimi midis dy institucioneve, Ministrisë Drejtësisë dhe Ministrisë Shëndetësisë, për kalimin gradual të këtyre, por ende nuk është bërë efektive kjo marrëveshje dhe ligji nuk po zbatohet. Dalemi pak tek ankesat që avokati i popullit ka marrë gjatë gjithë këtyre kohëve. Sigurisht që besoj i kalon qindrat, mund të jemi gati me mira. Por nëse i referohemi këtyre të fundit, ku konsistojnë konkretisht ankesat e të burgosurve? Pra për të kuptuar në fakt nëse i njohin dhe ata të drejtat e tyre dhe sa kanë reflektuar këto ankesa që ju keni marrë në këto 5 burgje duke i hasur problemet konkretisht. Sepse me sa po kuptojmë, më shumë sistemi penitenciar në Shqipëri duket si një, le themi, vuajtje dënimi në kushtet njerëzore se sa një sistem riedukimi. Sikur se ju bëra në fillim me dije që ne trajtojmë me përgjegjësi dhe me profesionalizëm të gjitha ankesat e të burgosurve që na vinë pranë institucionit tonë, natyrat janë të ndryshme. Por kryesisht ato që janë më kryesorët kanë të bëjnë me trajtimin shëndetësor të tyre, të cilët kanë një akses të kufizuar në marrjen e këtij shërbimi shëndetësor. Për t'ju referuar këtij shërbimi, ndofta mund ta trajtojmë në një pyetje më të veçantë nga ana juaj, por aktualisht ne kemi një situatë të këtij shërbimi që 80% e organikës të mjekëve që duhet të jenë pjesë e këtij sistemi mungojnë. Ose janë me kontrata, mjekët janë me kontrata me orare të reduktuar që punojnë brenda këtij institucioni. Pra mungon aksesi shëndetësor. Pra i marr në kohë, jo se mungon sepse aty ka personel, janë personel ndihmës, janë infermierët, janë sanitarët, janë kujdestarët, në disa institucione ka dhe kujdestar. Pra, ky personel është 24 për 24, por mjeku i cili bën një vlerësim shëndetësor të specializuar për këta persona mungon. Ose është me orar të reduktuar. Njëra për ankesave është kjo. Një tipologji tjetër e ankesave ka të bëjë me procedurat administrative që ata hasin, qoftë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, por edhe nga Ministria e Drejtësisë lidhur me trajtimin e ankesave që ata kanë. Kanë ankesa lidhur me pushtetin gjyqësor, me zvarritje të proceseve gjyqësore, të hetimeve nga prokuroria, por edhe të proceseve gjyqësore nga gjykatat e Rrugësorit të Përgjithshëm, po sidomos edhe nga apelit kur tashmë është përqendruar në një të vetme në Tiranë. Tipologji tjetër ankese ka të bëjë me transferimet, të cilët ata kërkojnë për faktin sepse ligji parashikon që mundësisht këta të burgosur ta vuajnë dënimin pranë familjeve të tyre. Por a është e mundur kjo që të gjithë të burgosur ta bëjnë pranë tyre, sepse edhe shtrirja e këtyre burgjeve është e tillë në gjithë territorin e Shqipërisë, që nuk mund ta bëjnë, ose në një vend ka dhe mbi popullim edhe. Nga këto 3 pika, vetë përveç se shërbimit mjekësor, asnjëra nuk të çon drejt mbylljes së një, le themi, burgu në këtë rast. Po, ajo është një nga arsye, po unë ju përmenda juve disa nga parametrat që duhet plotësoj një institucion, sepse ne jemi një vend që monitorohemi, ta keni parasysh që ne monitorohemi edhe nga Këshilli i Evropës, lidhur me gjendjen e burgjeve të paraburgimeve. E qartë. Ju mendoni që duhet bërë një mbyllje definitive këtyre burgjeve apo mund të ketë një përmirësim të kushteve? Atëre, ne jemi që fillimisht këto institucione duhet të kalojnë një fazë tranzitore që quhet konservim. E qartë. Jo që duhet të ketë mbi popullime që nuk duhet të lejohet në këto institucione, por është e nevojshme që aty të ulet kapaciteti i personave që duhet të mbahen, sepse çdo burg ka një kapacitet të miratuar nga Ministri i Drejtësisë, se sa veta duhet të mbajë një institucion. Duhet të mbajë më pak persona aktualisht në këto 5 burgje, dhe kjo do japi mundësinë për lirimin e hapësirave. Pra do ketë më pak njerëz në dhomat e banimit, do ketë më shumë klasa, do ketë më shumë ambiente të tjera ndihmëse për të bërë zhvilluar aktivitete apo për të kryer këto punimet artizanale që këta kryejnë, apo për të kryer kurse profesionale me
me të burgosurit. Janë të drejta të cilat janë parashikuar në ligj këto tashmë, nuk janë thjesht që ne i promovojmë si për herë të parë. Ka qarkulluar edhe një lajm në fakt që nuk e di se sa mund të jetë i vërtetë që qeveria mund të ndërtojë një burg të vetëm ku të mblidhen të gjithë personat që kanë kryer vepra penale, sigurisht duke i ndarë edhe në varësi të rrezikshmërisë së veprës që ata kanë kryer. Mendoni se mund të realizohet diçka e tillë? Jemi në dirinitë të një masterplani që ka Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për krijimin e një institucioni qendror këtu në Tiranë. Kjo do të ishte ne mbështesim këtë lloj iniciative dhe kjo do t'i shërbente më së miri zbutjes të gjithë këtyre problematikave që kanë të burgosurit në gjithë territorin e Shqipërisë ku kanë vendosur të burgosurit, por njëkohësisht do ta bënte këtë mënyrën kontaktet me sistemin gjyqësor do ta bënte më efektiv. Sepse imagjinoni tani të burgosur që lëvizen nga burgu i Recit apo burgjet e tjera që janë në jug të Shqipërisë. Për një seancë gjyqësore duhet të jenë prezent një ditë para ose 2 ditë përpara këtu në Tiranë, të presin seancën dhe pastaj të presin ditën kur ata do të rikthehen përsëri në burgjet e tyre. Kështu kjo do ta lehtësonte nga pikpamja edhe ekonomike këtë lloj shërbimi që duhet të ofrohet të burgosurve. Ne po flasim për rekomandimet që ju me të drejtë i bëni duke u nisur nga ankesa, analizat që keni bërë në terren. Sa i shihni të realizueshme para se ta mbyllim? Gjitha këto rekomandime që ju keni sjell nga analizat tuaja. Rekomandimi është një instrument që ne ka dhënë kushtetuta dhe ligji. Dhe jeni të bindur që ne në përfundim të çdo analize e krahasuar, sepse e krahasuar kjo edhe me standardet ndërkombëtare. Ne jemi institucioni vetëm kombëtar të cilët jo vetëm mbrojmë, por edhe promovojmë vlera dhe standardet më të larta ndërkombëtare. Dhe ne pikërisht këto rekomandimet tona përshkruajnë të dyja këto, edhe analizën e gjendjes faktike në cilën këto institucione ndodhen, por edhe standardet që duhet të plotësojnë institucionet, sepse duhet të kuptojmë që një sistem human dhe funksional i sistemit të burgjeve do ta bënte edhe shoqërinë tonë më të interesuar dhe do të bënte më pozitive dhe situatën jashtë, sepse një burgosur sigurisht që ka familje jashtë. Po dhe në momentin që mbaron votjen e dënimit, presupozohet që dalësh një njeri më i mirë se ç'ke qenë, nëse e do ta quanim si kështu. Një nga misionet kryesore të këtyre institucioneve është rehabilitimi dhe reintegrimi këtyre personave nesër në shoqëri. Ky është një proces. Ky është funksioni primar. Por nuk është vetëm sistemi penitenciar që duhet që ta ketë në fokus këtë detyrë. Është Ministria e Arsimit, e cila duhet të garantojë që në të gjitha institucionet që ka kërkesa për zhvillimin e marrjen e arsimit 9 vjeçar, duhet të garantojë mësues në ato institucione të vuajtjes së dënimit. Janë qendrat e formimit profesional, të cilët duhet të garantojnë gjithashtu zhvillimin e kurseve profesionale brenda këtyre institucioneve. Pra, është Ministria e Shëndetësisë me mjekë specialistë, të cilët duhet të asistojnë të burgosurit lidhur me aksesin për marrjen e shërbimit. Pra janë një tërësi, janë disa institucione të tjera që duhet bashkëpunojnë shtetërore të cilët duhet të bashkëpunojnë, të bashkërendojnë për të sjellë këtyre njerëzve një akses në marrjen e shërbimit në kohë dhe me cilësi. Zoti Deda, faleminderit shumë që ishit live në mëngjes. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Ne do të shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, i kthehemi vetëm pas pak.